shpesh herë flasim për atë që hum njeriu kur e braktis ibadetin. Për shembull, e kalon dikush namazin, çdo herë flasim atë që ka hub sevapet. Nëse jenë Mekë i ki hub 100.000 sevape, nëse jenë Medinë i ki hub 1.000 sevape, nëse je në Mesxhidul Aqsa i ki hub 500 sevape, nëse jenë xhamit e thjeshta, do të thonë xhamit anën mbar botës ku janë, i ki hub 27 sevape. Edhe e qarton njeri ato pse i ki hub. Për shembull s'ka xherru, që e ki hub, do të thonë gjithë ato sevape. Allahu Azza wa Jall ka thënë inna ma yuwaffa as-siyamu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është i imi dhe unë e shpërblej ata. Do thonë, çfarë shpërblen Allahu Azza wa Jall? Vetëm kur dalim para madhrisë Allahut, ato do ta shohim. Flasim, do të thonë, që e ka hub këtë sevap, e ka hub këtë sevap. Apo dikush edhe nuk e jep zekatin, edhe thot vallahi po mdime që është shumë buri mirë, po se ka thënë zekatin e po mdimet, apo s'pe jep zekatin po mdimet. Pse? Gjithat sevap në hub. Se tek e fundi zekatin nuk është pasuri e jotja. Pasuri e fukaras është ajo. Mirë po, çdo herë flasim se çfarë shpërblimi ka hum, do të thonë ndryshe.